që do të ndikojnë në qartësimin e kësaj panorame të errët të zgjedhjeve të 11 maj. Por ndërkohë, siç e përmendët ju, ka dalë dhe raporti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i cili është pjesë Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës është pjesë e procesit të vëzhgimit dhe gjithashtu me të njëjtat tone kritike. Pak më herët, pak javë më parë, edhe Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, ku paragrafi për zgjedhjet gjithashtu përsërit të njëjtat shqetësime. Çfarë? Që garuesit nuk patën fushë barabartë loje. Kjo është në një fjali përmbledhet e të gjitha shkeljet të cilët kanë ndodhur me 11 maj, kanë ndodhur përpara 11 majit dhe kanë zhbërë mundësinë që zgjedhjet ishin të lira të ndershme. Mëtej raportet si e Këshillit të Evropës dhe e OSBE-s, edhe i Parlamentit Evropian flasin edhe për përdorimin, abuzimin masiv të shtetit nga Partia Socialiste, bërjen bashkë të shtetit me partinë, në një thyrje brutale, në një thyrje të një parimi bazë për funksionim demokratik, siç është një nga parimet bazë të dokumentit Kopenhagenit të OSBE-s, po dhe të parimet të Këshillit të Evropës, që shteti duhet ndahet nga partia. Shteti dhe partia ishin bashkë në kohën e komunizmit, janë bashkë në kohën e diktaturës. Dhe në këtë regjim hibrid po bëhen përsëri bashkë, duke zhdukur mundësinë për zgjedhje të lira të ndershme. Nga ana tjetër, kjo nuk mund ndodhë nëse se nuk është zhbërë shteti i drejtës, që e ndalon këtë gjë. Nëse nuk janë centralizuar pushtetet në një dorë vetme, pra ku parlamenti nuk është asgjë tjetër veç një noter i bindur i qeverisë dhe nuk bën rolin e tij, jo vetëm legjislativ, por edhe të kontrollit, ku gjyqësori, drejtësia nuk janë të pavarura. Nëse ato janë të pavarura, sigurisht nuk mund ndodhin gjithë këto gjëra që kanë ndodhur përpara dhe ditën e zgjedhjeve. Tani ne i shohim zgjedhjet si një moment shqiptarët për fat keq po mësohen me këtë sekuencë të vazhduar të gjatë zgjedhjesh që shkojnë nga keq në më keq. Zgjedhjet e 11 majit për fat të keq kanë një ngjashmëri të jashtëzakonshme me zgjedhjet e vitit 2001, të 24 qershorit të 2001, në shumë aspekte. Po doni edhe në aspektin e rezultatit. Në atë kohë Partia Socialiste dhe aleatët e saj patën 84 mandate dhe Partia Social-Demokrate pati 4 mandate. Kësaj radhe janë 83 dhe 3 mandate. Po, që ishte fenomeni famshëm i Dushkut në atë kohë. Kanë synuar të këtij të jetë shkatërrues. Nëse dëgjohet pak kohë më parë dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste thonë, ne synojmë që në të ardhmen të marrim 140 deputet. Pra domethënë qasja atyre është zhbërja e çdo lloj oponence. Po, sepse ka diçka tjetër. Pa asnjë kontroll. Dhe thotë dhe komisioni edhe Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës thotë eksakt këtë gjë. Këto janë shqetësime të mëdha dhe kjo sjell ke ajo çështja e dytë që shtruat ju. Pra në lidhje me pastrimin e parave për ajo që po ndodh në sektorin e ndërtimit. Zoti Gahler, koordinatori i Partisë Popullore Europiane në Parlamentin Evropian, kur bëri raportin e tij për zgjedhjet si kreu i delegacionit të Parlamentit Evropian brenda misionit vëzhgimit të 11 majit, e tha fare qartë, me tone shumë të ashpra, përpara komisionit të jashtëm të Parlamentit Evropian. Tha, krimi po pastron parat, dhe krimit i intereson të mbajë në pushtet këtë status quo në mënyrë që të vazhdojë të bëjë ato që ka bërë. Dhe ne tashmë e dim, shqiptarët kanë kohë që e dinë, këtë po e marrin vesh dhe ndërkombëtarët, po e marrin vesh mediat ndërkombëtare, e dinë kancelaritë, e dinë agjencitë ligjzbatuese. Situata në Shqipëri është realisht dramatike. Dakord, është dramatike dhe këtu brenda për brenda tashmë është arritur një masë të madhe. Unë nuk po them në mënyrë totale pa marrë parasysh spinimin ose duke marrë parasysh spinimin që bëhet, por për të mbetur të ndërkombëtarët, unë dua të ndalem këtu te ky element për të zhbërë një sistem manipulimi
po e quajmë të tillë atë që ka ndodhur, nuk ka 1000 epitete që mund të përdoren në këtë rast. Do duhet patjetër njohur deri në fund ai, pra do duhet bërë diagnostikimi deri në fund. Marr të gjitha këto elementë që ju thatë, janë elementë që Partia Demokratike i ka thënë vazhdimisht, por sistemi është më shumë se sa kaq.